erdhët në vlog mas numër 17. Më duket sepse këto ditë të fundit i kam gatruar fare ditët. Nuk e di ç'a them njëherë 15, njëherë 16. Jemi një ditë mbrapa, nuk e di. Po më duket tani që jemi te 17-tash. Presoj të mos e them gabim edhe kësaj radhe. Edhe vazhdojmë me sëmundjen kështu bukur. Edhe jam veshur, kam hyrë në makinën time. Ora është 12 edhe unë po shkoj në palestër. U mundova shumë sot të çojmë nga krevati, nuk e di këto ditë të fundit, nuk mundem të çojmë, nuk mundem të zgjojmë, nuk kam energji të bëj asgjë, edhe pse më hapen syt. Pastaj nuk dua thjesht të bëj asgjë, nuk dua të çojmë nga krevati, po thash jo, Eleana, sot duhet të shkojmë në palestër, edhe pse jam akoma në këtë fazë, sepse duhet të motivoj veten time, sepse nuk do kem gjithmonë një njeri mbi kokës të më thotë çau. Por unë, para se të bëte gjitha kjo, zgjuesha tamam si njeri nga ora 8-9, edhe zgjuesha edhe vërtet kish energji, edhe bëja gjëra. Tani nuk mundem, nuk e di për ka fajin sëmundje, nuk e di për ka fajin që kam dal fare nga rutina ime dhe isha në përudhëtime, por nisemi të shkoj të marr edhe shoqen që shkojmë bashkë në palestër, paktën do kem shoqëri, nuk do jem vetë sot. Në shtëpi dhe bëra një banjë të shpejt trupin. Unë ndrova, siç mundeni të shikoni, kam veshur tuta, edhe vajta një vrap të marr disa analiza që kishte bërë babi dhe duheshe i marr unë tani në këtë orar, sepse nuk është asnjëri tjetër në shtëpi momentalisht, janë në punë prindrit, por unë po vdes për buk. Sa bëra banjë thash, po dua të haj, nuk desha të dal nga shtëpia, po thash le ti mbaroj këto punkat që kam, edhe pastaj të ri të ha e qet, edhe mami na gatoi dje oriz me mish pule. Po mish pulen e ka bërë me një si tip salcë, nuk e di si ta them, që quhet limonato. Limoni është ingredienti kryesor në te kjo salca. Më duket është grek si ushqim, mbase nuk është edhe grek, edhe e kanë vjedhur edhe grekët nga dikë tjetër. Nuk e kam iden fare, unë e di thjesht që më pëlqen, edhe po nuk e keni provuar, ta provoni, ta kërkoni këtë recetën. Limonato. Edhe dua të marr forcë tani, që të shtrihem pastaj pak gjysmore të qetësojmë edhe të filloj të bëjmë gati, sepse kam të filmoj disa gjëra për TikTok, disa gjëra për Instagram që duhen bërë patjetër sot, sepse nuk kam më kohë, kam shtyr shumë edhe nuk bëhet më. Disi kështu do kaloj drekën time dhe pastaj në darkë do dalim, edhe mezi po pres, t'ju marr me vete të shkojmë një xhiro që do shikoni pastaj. Spineroci. Okej, e shikoni këtë gjën? Këtu tani që po ndodh me flok, me fytyrë, me të gjitha. Duhet të ndryshojmë sepse do dalim. Kam vendosur të shkojmë një xhiro në park. Atëre, këtu te shtëpia jon, këtu afër, ndërkohë që unë po luajm se duhet të filloj edhe të luajm se unë flas edhe pastaj nuk bëj asgjë tjetër. Edhe disi kështu vonohem, edhe nuk e duam këtë gjë për sot, jo. Që thoni, kemi një park këtu afër te shtëpia. Edhe unë shkoj shumë shpesh te parku, po në mëngjes në përgjithësi, tani këtë kohë nuk kam mbajtur fare se nuk kam patur kohë. Edhe parku që po ju them është 5 minuta nga shtëpia ime, shumë afër. Edhe këto 2 ditë që kanë kaluar, domethënë weekendi, të shtunën e të dielën, unë dëgjoja muzikë, shifja drita gjigante që arinin deri këtu, domethënë ti shikoj unë nga shtëpia ime. Dhe thëra, diçka po bëj, do një koncert do ketë organizuar dikush, nuk e dija, nuk e kisha kuptuar, por kemi në përgjithësi koncerte në këtë park. Organizojnë nga parti të ndryshme. Edhe thash, një koncert si gjithë të tjerat. Nuk më intereson edhe shumë të shkoj, as nuk më bëri përshtypje. Derisa dje isha në TikTok, që thoni, edhe më dërgon Bruno një TikTok nga një vajzë që tregon në përgjithësi ku shkon, ç'a bën këtë muaj në e dhjetorit. E hapun atë TikTokun edhe shikoj që ishte te parku jon, i cili parku është zbukuruar. Edhe është bërë me drita, me pema, me gjëra kështu të bukura, tregonte që kishte edhe koncert të shtunën e të dielën, edhe unë nuk vajta asnjëherë nga të dyja ditët.
Nuk e besoj dot që arrita ta shikoj nga një influencer këtë gjë, për parkun që kemi afër shtëpisë. Nuk e di pse nuk e kisha kërkuar vet. Pash që ndodh diçka. Pse nuk e kërkon o njeri pa mendje, pa tru. Humbëm ato koncertat që mbase ishin edhe bukur të shkojmë të shikojmë, se ishin festive, ishin të gjithë në klimë e Krishtlindjeve. U bëra pak xheloze, pastaj thash pse unë humba këtë gjë, por thash s'ka gjë. Do shkojmë sot sepse parkun këtu e kemi. Thash edhe Brunos, edhe gjithë kushorint, hajdeni të shkojmë ndonjë xhiro mbasdite. Të gjithë punojnë në mëngjes, por mbasdite nuk bëjnë gjë. Edhe thash pse jo të shfrytëzojmë, të dalim të gjithë bashkë një xhiro, të shohim edhe ne më në fund si është bërë parku jon. Parku jon, sikur është imi. Edhe shpresoj javën tjetër të ketë prap koncert, se dua realisht shumë të shkoj. Sidomos po të vi ndonjë këngëtar kështu i mirë që e dëgjoj, domethënë. Se kishin erdhur dy këngëtar të famshëm këtë weekend që kaloi. Po okay, nuk është që unë vdes për ata që i dëgjoj shumë, por i njoh ato këngët që kanë. Domethënë do isha kënaqur. Edhe nuk e prisja, sepse kjo gjëja bëhet për herë të parë, nuk është bërë kur në jetën time, nuk është organizuar as edhe një herë për Krishtlindje të bëhet diçka ose të zbukurohet. Kur parku jon ishte gjithmonë një park që e kanë lënë pas dore dhe nuk kujdesen edhe shumë për këtë. Po me sa kam kuptuar, kryetari i bashkisë, që po e lexoj nga Google Translate se nuk e dia si quhesh ky, ka filluar edhe po kujdeset shumë, domethënë për lagjen tonë, se edhe një vend kryesore që kemi këtu te lagja e ka rinovuar të gjithën edhe ka bërë të re, shumë të bukur. Të rregulloj pak edhe vetullat e mia unë, se i kam cop, po më mbaron edhe ky lapsi që kam për vetullat edhe nuk e di çfarë do bëj. Të më duket e kisha marrë nga Temu, më duket ka arritur ora të bëj një porosi të re nga Temu. Duket mua. Unë ndërkohë më dëgjoni akoma. Nuk e di, numëron ndonjë njeri sa ditë jam kështu. Duhet të filloj të i numëroj unë, të shoh kur do kaloj. Atëherë mbarova me make-upin, bërë edhe pak kaçurelka, edhe tani kam vendosur të vesh një bluzë të zezë të thjeshtë edhe pantallona të zeza prap. Normale që nuk do dal kështu, prandaj e hapa kamerën që t'ju tregoj që nga lart do vesh këtë si tip xhaket. Tani unë nuk e di si ta them. Kjo është një xhaket që mundet të transformohet edhe në bluzë edhe në fustan. Po doni. Se do me thënë e kam veshur edhe me gjeta nga poshtë pa asgjë. Mundesh thjesht ta kopsitesh të gjithën deri poshtë, se është e gjatë. Unë do e mbaj kështu sot. Disi më pëlqen. Edhe normali që nga lart do vesh pallto të gjatë. Nuk e di kë, po do vendos për pak. Dua të vë edhe pak laps të buzët e mia që të japim pak ngjyrë, pak jetë te fytyra jon. Super, nuk e di po duket te kamera, po këtu ka filluar edhe po thajet e gjitha, sepse e fshi undën gjithkohon, edhe ka filluar edhe po më del lëkura. Se bukur po kaloj. Kjo pse nuk funksionon, qa po bëhet? Mora tjetrën. Nice, shumë mirë tani. Pak parfum. Jo parfum, body mist. E adhuroj këtë. Edhe më duket jemi gati. Kpucë, çantë, palto edhe nisemi. Devi arriti, outfiti total gati, vesha palton kafe, çantën Gucci, kpucët Samba edhe nisemi. All I want for Christmas is you. I shikoni këto dritat gjigante që duken që këtu. Atje do shkojmë. Erdhëm pak herët sepse deshim të shkojmë një xhiro deri në supermarket të marr David 2-3 gjëra. Edhe tani kemi kohë të lirë derisa të vinë edhe të tjerë, kushurin domethënë. Edhe tham të bëjmë një xhiro të dyqanet prap përsëri. Tani më thoni ç'a mendim keni për mua që kam filluar edhe po provoj pantallona për ski që janë shumë të bukura, po të tipit shumë të bukura. Thjesht kemi një problem të vogël. Unë nuk bëj ski. Të me thënë po vajta në mal, në borë, dhe shkoj vetëm për foto. Që do me thënë që këto nuk më duen, në të vërtet. Por, janë të bukura, janë edhe 100 euro, janë. Do i marë? Base jo. Kemi erdhur në një outlet që të kuptoni situatën tonë tani. Edhe ka brande fantastike, çmime shumë të mira, e vërtet është. Edhe rroba shumë të bukura. Domethënë, unë mora të provoj edhe këtë xhaketën që është edhe kjo për ski, edhe të dyja bashk ishin wow. Më rinin shumë të bukura, thjesht duhet të gjej mbase diçka tjetër, sepse këto nuk do i vesh. Do me thënë do i vesh për foto, po ja vlen të jap 250 euro të dyja bashkë për foto.
mbrapa meje kam këtë gjë që bëhet staging, që bën koncertet normalisht. Edhe thotë që programi fillon të premten edhe ka edhe të shtunën e të dielën muzikë, kështu që do vi me patjetër. Duket fantastike. Për herë të parë bëhet kjo te parku jon, edhe kanë vënë edhe dyqanka, e kanë bërë si Christmas market, shumë cute, shumë më pëlqen. Të gjithë kanë marrë të hajnë bukë, si shikoni këtu, edhe unë beta me kamerën e dorë. Jo, nuk dua të haj se nga shqipar makarona me... me kima. Makarona me kima. Edhe me është mbushur barku, vetëm dua të pinë qikuj, po. Pastaj. Kemi. Pastaj. Eliana mori një çokoladë të ngrohtë, të provojmë, të bëjmë një taste test. Edhe unë e mora. Edhe çuni misterioze ka marrë. Edhe David, se ja kemi thënë emrin tani. Edhe unë e mora. Të pëlqen? Qa noti vem? 9 nga 10. 9 nga 10, super. Do desha me një qik me të ngrohtë. Me të ngrohtë, po. Unë do desha pak pana nga lartë. Po, këtë drejt. Këtu qa po ndodh? Ti hëngre? Marina erdhi edhe nuk blevi asgjë, thjesht hëngri një gjysmë hot dog që kishim lënë. Tani do pi edhe nga çokolata. Edhe do pi çokoladë, shkoj të marr ëmbëlsi. Ëmbëlsi, do e blesh apo do marrësh nga të tjerë? Do e ble, pse mos e ble? Bruno, ti si po ja kalon sot? Bruno erdhi dhe më shavi për titullin që vurat e vlogu i fundit. Më tha, re, pse e vure këtë gjë? I kemi marrë të gjitha t'i provojmë. Unë pres notë edhe me këtë. E mirë, nuk është e mirë. Dua një notë nga ty. E mirë. Sa i vem? 5. Vetëm 5 në 10. Nuk ja vlen. Për 5 euro do me thënë t'i vesh 5 notë. Nuk ja vlen. Marina, jana thuaj tani. Marina ka në dorë një ëmbëlsirë, një çokoladë, edhe nuk ka harxuar as 0 cent. Na thuaj, bleve? Nuk e bleva se ma dhuruan. Ta dhuruan? Dhuruan tjetri nuk thuaj. Marina premtovi që do ble, nuk ka bler asgjë, ka ngrënë deri tani një hot dog, një ëmbëlsirë, një çokoladë. Bruno nga ana tjetër ka marrë të haj hot dog. Po hot dog me mish, me patate, me të gjitha. Hot dog pa hot dog. Merry Chrysler. Bruno e mirë. Merry Chrysler. Dua një vot. Çfarë tho? Vot. 7 në 10. E mirë do me thënë. Do me thënë edhe më pak. 6.5. Merry Chrysler. Merry Chrysler. It's Christmas. Vazhdoj me ujë, që prap nuk e ka paguar. Oh! Shikoni këtu fëmijët po lozin. Ja, le të shikojmë tani kush do fitoj. Fitovi Devi. Bukur. Dhe një çokoladë për në Jam kthyer në shtëpi, desha t'ju tregoj këtë këtu qeriun që është super cute, i vockël fare. Ma mori David tani që kishim dalë në ato si shtëpi prej druri kishin bërë, edhe shisnin ushqime, gjëra festive, aksesore, çdo gjë. Edhe më kishte parë mua David që shkoj atje në përqerin edhe i mbaja erë. Edhe më mori këtë këtu të vockëlën që më pëlqeu. Ka njerë gingerbread, nuk e di. Po e kanë bërë shumë të bukur, shumë më pëlqen. Edhe ishte edhe shumë e lirë, 3 euro.
Domethënë, unë jam e sigurt që po këtë ta kisha marrë diku jashtë shtetit, si për shembull në Budapest që vajta, do kushtonte 10 euro. E sigurt. Kalova shumë bukure. Ishte klima të gjitha dritat, nuk e di. Edhe më pëlqen kur dalim të gjithë bashkë me kushurinë, ndihem si një fëmijë vogël. Edhe tani është ora të kalojmë te advent kalendaret tona. Kemi Revolution, edhe kam gatruar, si ju thash, ditët këtë kohë, kështu që tani jemi të 17-ta, por unë nuk kam hapur as 16-ën, më duket. Apo jo, se kam hapur, është këtu. Kështu që do fillojmë me 16-ën, edhe pastaj do shkojmë te 17-ta që është dita jonë. Po shoh diçka interesante këtu. Është prap ruzh, edhe prap në formë stik. Më duket ne kisha dalë edhe një tjetër. Kështu, në formë stik, apo jo, nuk e mbaj mend. Se unë i ve atje brenda pastaj me gjithë të tjerat edhe haroj qa kam, qa s'kam. Prisni të shikoj, edhe ngjyra shumë e bukur. Është më erët, edhe mua në përgjithësi më pëlqejnë ruzhet që janë më të errta te fytyra ime. Jam e sigurt që do e provoj, shpresoj të jetë edhe mirë që ta përdor në përditshmëri. Edhe kalojmë te 17-ta, që është prap e vockël, është kjo këtu lart. Nuk e kam iden fare ç'a mund të jetë. Një beauty blender, po, e vockël fare, mini size. Po mundem ta përdor për këtu, për poshtë syve kur dua diçka të vockël. E butë është, nuk e prisja. Nice, më pëlqen për sot këto që kishe të na jap Revolution. Edhe kalojmë te Kores. Duhet të gjej 16-ën, ja ku është, edhe 17-ën. Por një nga një. 16-ta është prap një krem, po qa krem kësaj radhe, ja të shohim. Nuk është krem, është larës fytyre. Më pëlqen sepse e provova këtë hidratuesin për fytyrën, që ishte nga të njëjtën linjë, edhe më pëlqeu shumë. Kështu që shpresoj të jetë mjaftueshëm i mirë edhe ky larës i fytyrës, të mundem ta marr në për udhëtime me që është i vockël. Edhe 17-ta. Më e madhe duket kjo. Shpresoj të mos jetë prap ndonjë shampo, se mjaft, është shampo. Rea shampo, nuk e besoj dot. Jam mbushur me shampo. S'kam që bëj, do i bëj giveaway në fund të vlogmasit. Çfarë thot body cleanser? Kjo është me rrush, edhe është për trupin. Po, body cleanser. Ç'a kuptohet? Ç'a s'kuptohet? Ja edhe si duket. Edhe me kaq, i mbyllim të dyja. I lem në anë të dyja. Edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogmasi. Të bëni like, subscribe, comment, follow në Instagram, në TikTok, se postoj edhe atje, që ta dini ju. Edhe ne do shihemi nesër.